Epizodi 5 i sezonit 6 podcastit Flasin, fillojmë me shënimet e javës. Momenti i veçantë i kësaj jave ishte vizita në Vatikan. Dhe ndryshe nga vizitat e mëparshme, kjo vizitë kishte brenda saj edhe një veçori tjetër të paharrueshme, ndalesën në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë, Regina di Albania, aty ku ruhet shëmbëltyra e Shënmërisë, shkëputur nga muri i kishës së vjetër të Shkodrës në vitin 1467. Asi kryetar shteti apo qeveria shqiptare nuk e kishte shkelur pragun e kësaj bazilike, kjo edhe për turpin tim që këtë ndalesë e kuptova si shumë të rëndësishme vetëm së fundmi. Bazilika ka dhe një specifik tjetër. Ajo është një destinacion i rëndësishëm nën kujdesjen e urdhrit Agustinian, që është dhe urdhri i Papa Luanit të 14 apo Leonit të 14. Nëse të mëparshmit i thoshim Gjon Pali i dytë, këtij do t'i themi Luani i 14. Papa Luani 14 apo Leoni 14, ndalesën e parë apo gjën e parë që bëri pasi u zgjodh dhe pasi doli tymi i bardhë mbi Selinë e Shenjtë, ishte pikërisht vizita në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë dhe lutja përpara pikërisht atij imazhi të ardhur nga Shkodra. Një tjetër moment emocionues ishte edhe qëndrimi në sallën e pritjes përpara audiencës me Papa Luanin e 14, ku u ktheva mbrapa në kohë, në po atë sallë, në pritje të takimit të paharrueshëm me Papa Franceskun, pasi ai ishte zgjedhur pap dhe pasi unë isha zgjedhur kryeministër, dhe prej ku u krijua baza e një miqësie të jashtëzakonshme. Një miqësie e cila është një ndër gjërat më të bukura të jetës time. E për këtë arsye edhe homazhi në varrin e thjesht, po shumë të bukur të Papa Franceskut, i cili u bë dhe një mik i madh i Shqipërisë, i cili e mbajti gjithmonë vendin tonë në lutjet e tij, duke përcjellë mesazhe të vazhdueshme, dashurie, afërsie, respekti, mirësie për popullin shqiptar, ishte absolutisht prekës. Nga ana tjetër, patjetër që ishte me një peshë të veçantë, siç mund të kuptohet edhe prezantimi me Papa Luanin e 14, një karakter, një natyrë krejt të ndryshme nga Papa Franceskut, por një njeri me një dritë dhe me një mirësi të thellë, me cilin sigurisht që folëm për Shqipërinë, folëm për rajonin, folëm për botën, dhe të cilin e ftova që t'jeti pranishëm në festën e madhe të Komunitetit Katolik, pikërisht për 130 vjetorin e shpalljes së Zojës së Këshillit të Mirë nga Papa Luani 13, mbrojtësia e Shqipërisë, Regina di Albania. Nuk e di a do t'jetë mundur, por gjithsesi ftesa u bë dhe Papa u shpreh shumë i interesuar. Në ndërkohë që edhe takimi me sekretarin e shtetit, kardinalin Parolin, ishte pjesë e vizitës,
kënaqësi e veçantë, një njeri i rrallë, një personalitet i madh, një njohës i jashtëzakonshëm i punëve të botës dhe po ashtu një dashamirës i jashtëzakonshëm i Shqipërisë. Përsëri, çështja e pagave të gjyqtarëve ka qëndruar në rendin e ditës, ka pasur shumë komente, ka pasur shumë çuditëra, ka pasur dhe shumë absurditete që e kanë shoqëruar këtë debat ku për fat keq përmes disa shoqatash, 2 shoqata gjyqtarësh dhe 1 shoqat prokurorësh, gjykatësit janë vetvendosur në syrin e një cikloni popullor në kuptimin e një pakënaqësie popullore lidhur me kërkesën e tyre për të rritur pagat. Dhe këtë e tregojnë jo vetëm të dhënat e anketimit tonë të brendshëm, që janë rreth 90% e shqiptarëve që refuzojnë idenë që gjykatësve duhet të rriten pagat, madje ka 1% e tyre që thonë duhet të ulen pagat, gjë që është absolutisht e padrejtë, e pamundur dhe e pamenduar nga askush. Ndërkohë që vetë gjykatësit pretendojnë që ne duam të ulim pagat. Dhe më e bukura, në një insistim të një arsyetimi absolutisht të pa justifikueshëm për nga shëndeti logjik, zërat që e përfaqësojnë atë kategori thonë se pagat e tyre po ulen për shkak se pagat e tjerëve po rriten. Do me thënë, edhe një herë, çfarë ne kemi bërë me reformën në drejtësi ka qenë shpreha e një vullneti shumë të fortë edhe në drejtim të rritjes pagave të gjyqtarëve. U kemi dhënë atyre mesazhin që taksa paguesi shqiptar do të bëjë një sakrificë dhe do të paguajnë ekstra për të gjithë ata ndër ju që pasi të kalojnë procesin e vettingut do të përballen me sfidën e madhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe të ndërtimit të një ngrehine solide, bazuar mbi parimet dhe vlerat e kushtetutës dhe të jetës demokratike të atij pushteti në shërbim të qytetarëve dhe si garant i barazisë para ligjit. Dhe këtë bëm duke thyer praktikisht piramidën e pagave. Në çdo vend të botës ka një piramidë pagash, e cila fillon me presidentin e Republikës dhe zbret. Në ndërkohë që në mënyrën më të vetëdijshme pagat e gjyqtarëve ne i rritëm mbi të gjithë. I rritëm mbi të gjithë për ato arsye që thash, por nuk i vendosëm mbi të gjithë me idenë që sa herë do rriten këto, do rriten dhe këto. Dhe që Shqipëria do të bëka vendi i vetëm në planet ku mbi të gjithë dhe të gjitha është kasta e gjykatësve. Kjo nuk mund të ndodhë dhe kjo nuk ka për të ndodhur. Të paktën jo me mua dhe me Partinë Socialiste të Shqipërisë si shumicë qeverisëse dhe jo në asnjë mënyrë si një sfidë ndaj pushtetit gjyqësor, por si një thirrje, si një domosdoshmëri e brendshme e shtetit që të gjitha kategoritë e shërbëtorëve të tij, përfshirë dhe gjykatësit, të kenë sensin e drejtës dhe sensin e shtetit, duke mos kërkuar qiqra në hell, aq më tepër pastaj duke përdorur dhe gurin dhe arrën që gjykatësit kanë dorë vet. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe kjo është dhe arsyeja pse unë nuk kam hyrë në asnjë polemik me asnjë person, se nuk ka asgjë personale në këtë, ndërkohë që, siç ndodhi, jam sulmuar personalisht
dhe është sulmuar qeveria nga autorët e deklaratës një shoqate të gjykatësve që jam i bindur nuk janë konsultuar me të gjithë gjykatësit për tekstin, se jam i sigurt që do t'i thoshin po çfarë po bëni, ne jemi këtu për të kërkuar diçka për veten tonë, por nuk jemi këtu për të bërë politikë dhe për të sulmuar qeverinë e kësaj republike se të ishin parti politike. Apo ja. Gjithsesi, mendoj që pozitive është që nuk ka pasur reagim të reagimit tim, nuk dua të bëj polemik, dua vetëm të them që gjykatësit nuk mund të kenë një rritje pagash të përjetshme mbi të gjithë të tjerët dhe gjykatësit nuk mund të arrisin pagën e tyre me 2.000 dhe 3.000 euro në muaj plus nga ajo që marrin që është më e lartë se sa që marrin sot të gjithë të tjerët. Kjo nuk ka për të ndodhur, nuk mund të ndodhi, nuk duhet ndodhi dhe shpresoj që gjykata kushtetuese t'i vëri vullën njëre mirë këtij debati absurd dhe këtij debati që e dëmton në sytë e opinionit publik besueshmërinë, padrejtësisht besueshmërinë e gjykatësve, sepse në këtë rast kemi thash një përfaqësi, nuk janë të gjithë, nuk është i gjithë komuniteti që është vendosur në llogore. Ka një përfaqësi që ka vajtur në gjykatën kushtetuese dhe ne jemi atje palë dhe jemi kundër, fuqimisht kundër. Dhe jo kundër tyre, po kundër idesë se këtu mund të ketë edhe në këtë rast diçka alla shqiptarçe që s'ndodh në asnjë vend të botës. Ka që thjesht është kjo. Këtë javë doli dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për të hequr masën e bllokimit të TikTokut. Është një vendim që e pata lajmëruar kur pata shpjeguar në më shumë se një rast, jo vetëm këtu, po dhe në media ndërkombëtare, që për befasin ton të këndshme pozitive, TikToku ishte shumë i hapur, ishte shumë aktiv në ndërtimin e një dialogu me ne pasi ne bëm bllokimin. Dhe nuk është TikToku që na ka çuar në gjyq. Po është ç'të them që është kush është. Dihet kush është që na ka çuar në gjyq edhe për TikTok. Dhe kështu që çfarë ti thua? Kështu që ajo që pata paralajmëruar ka ndodhur sepse me TikTokun kemi vendosur jo vetëm një komunikim, por kemi vendosur një bazë të re. Dhe për këtë arsye vendimi i Këshillit të Ministrave nuk është tërheqje, nuk është dorëzim, aq më pak pastaj nuk është mbyllje sysh, siç është komentuar, me sa më thonë, por është rezultati i një procesi serioz, rishikimi dhe një pune konkrete, adresimi real të shqetësirave për sigurinë dhe për filtrat e nevojshëm që të ketë shumë më tepër kontroll në kuptimin e mirë të fjalës, jo censur, po kontroll, mbi gjithë aktivitetin dhe mbrojtje të fëmijëve dhe të motrinjve në radhë parë. Ky ishte edhe qëllimi i bllokimit. Interesi publik, mbrojtja e fëmijëve. Dhe kjo ishte edhe vija e dialogut dhe sot TikToku është sërish i aksesueshëm sepse janë vendosur mekanizma të ri sigurie. Ka filtra të ri mbi përmbajtjen, ka kontrolle efektive dhe mënyra raportimi dhe trajtimi të shkeljeve që nuk kishim më parë. Kështu që kjo është e gjitha. Një tjetër vendim që besoj ja vlen të nënvizohet është miratimi i projektit për amnistim penale, një akt me ndikim drejt për drejt në funksionimin e sistemit ton të drejtësisë penale, por dhe në frymën e kësaj drejtësie. Dhe ky projekt përfshin lirimin e menjëhershëm të 447 personave nga institucionet e vuajtjes së dënimit, ulje dënimi për qindra persona të tjerë, amnistimin nga masat alternative të shërbimit të provës, si dhe pushimin e ndjekjes penale për vepra penale të lehta. Është një vendim që përfaqëson përsëri një zgjedhje qartë politike. Ta orientojmë drejtësinë drejt veprave
që paraqesin rrezik real për shoqërinë, dhe të shmangim përdorimin disproporcional të forcës represive të shtetit përmes ndëshkimit penal për raste që nuk e justifikojnë përdorimin e forcës. Kjo natyrisht do të sjellë si pastaj efekt të vetin ansor, po shumë të rëndësishëm, edhe uljen e mbipopullimit në burgje, edhe uljen e kostove, po edhe rritjen e investimeve për të rritur cilësinë e jetës në institucionet tona penitenciare. Ligji është i qartë, ka kufi të mirë përcaktuar, nuk përfshin asnjë vepër të rëndë penale, krimet kundër jetës, dhunës, korrupsioni, krimi organizuar janë të përjashtuara nga amnistia, dhe në ndërkohë është një hap konkret që do të pasohet nga tjerë në raport me idenë totalisht të keq shfrytzuar dhe të keq përdorur të paraburgimit. Paraburgimi është një plag në Shqipëri, një plag e evidentuar më së miri dhe më së qarti nga Komiteti për Parandalimin e Torturës i Këshillit të Evropës, një plag me të cilën përballet çdo ditë shoqëria, dhe ne jemi të vendosur që do të ndërhyjmë për ta shëruar këtë plag me masa të tjera, me ato që e kam quajtur reflektimi i madh dhe për cilin po punojmë me një sër partnerësh shumë të rëndësishëm europian për të bërë ndërhyrjet e dhura dhe pa humbur shumë kohë. Vlerësimi i diellës me çmimin Future Fit Seal në edicionin e këtij viti të çmimeve të samitit botror të qeverisjes në Dubai është një tjetër arsye për të qenë krenar për çka kemi bërë në drejtim të teknologjisë edhe të futjes së inteligjencës artificiale në funksion të interesit publik, por është dhe një inkurajim shumë i madh dhe shumë domethënës kur ke parasysh faktin se Shqipëria vendoset në pjedestalin e vendeve që marrin çmime nga ky summit prestigjos, një nga platformat globale për të ardhmen e qeverisjes, aty ku diskutohet se si teknologjia po e riformson marrëdhënien me shtetet e qytetarëve dhe ku Shqipëria vendoset edhe një herë në fokus, këtë herë për një produkt për të cilin ne po vazhdojmë punën dhe mbi të cilin jo vetëm shqiptarët, por dhe bota do të dëgjojnë të reja të tjera më shpejt se sa vonë. Shënimi i fundit të ditës, por jo për nga rëndësia, është ai që lidhet me gjykatën kushtetuese, e cila nuk e ka gjetur dot forcën për të mos e lejuar rimarrjen peng të qeverisë së Shqipërisë, me një mjet të papar dhe të padigjuar në botën demokratike, siç është pezullimi i një antari qeverie nga një prokuror dhe gjykatës në një seancë paraprake, pra pa filluar akoma gjyqi. Kështu Shqipëria bëhet, për herë dytë në 2 muaj, shembulli i parë i një budallëku botëror. Sepse gjykata kushtetuese u mbyt në lugën e ujit të turbullt të atyre që Cervantesi në librin e tij të famshëm Don Kishoti i Manchës i quan arsyet e mos arsyes. Por fakti është se mos vendimarrja e gjykatës kushtetuese e kthen në fuqi pezullimin e ministres, e cila, që të jemi shumë të qartë, pavarësisht se qartësia është një luks dhe një luks i rrallë që mund ta kërkosh, po vështirë ta gjesh në turbullirën e 700 tenxhereve politike e mediatike, nuk akuzohet për korrupsion, as nga vetë prokurori që shpiku pezullimin e antarit të qeverisë, me vendim të një seance të mbyllur të përgatitjes së një gjyqi. Sidoqoftë, zhbërja e kësaj shpikje e 100% made in Albania e drejtësisë së re dhe
e drejtësisë ende të papjekur shqiptare, e cila nuk ka lidhje me rastin e çështjen konkrete, po me një parim të panegociueshëm të demokracisë, mbetet një domosdoshmëri për të rigarantuar pavarësinë e ekzekutivit dhe parlamentit nga pushteti gjyqësor. Kështu që ne do ta vazhdojmë këtë betejë, ku na thirri me pahir çartja antidemokratike e pezullimit i antarëve qeverie, dhe ku fatkeqësisht na mban akoma sot pa fuqia gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim sa të thjesht. Është vendim shumë i thjeshtë, se mjafton të marrë shembull çdo vend të botës që do, apo të gjithë vendet e botës bashkë, dhe nuk do të gjesh dot një gjë të ngjashme, por një vendim po aq të nevojshëm për të mos e lënë Shqipërinë vendin e vetëm në planet, ku sot aktualisht me këtë brutalitet të rilegjitimuar nga kjo mosvendimarrje, vetë presidenti i Republikës mund të pezullohet nga i pari prokuror që gdhihet me këtë ide në kokë. Në ndërkohë, kam dhe diçka tjetër. Kujdo që ka vënë buzën gas apo ka nxjerrë gjuhën jashtë pas mosvendimit të kushtetutës dhe bën hosana dhe fërkonduart me kuturisjet e modës re të arresteve pa gjyq, të cilat arritën një kulm të ri këtë javë, me 30 e kusur flet arrestet prerë nga një prokuror në Durrës, i cili në fakt nuk paraburgosi vetën e vet, se gjithë çka kishte rreth e rrotull për një çështje që nuk përmbush asnjë kusht, zero hiç, nga ato që Këshilli i Evropës dhe Drejtësia Demokratike përcakton si kushte të domosdoshme për arrestin, i futi në një thes. U them një gjë. Kush beson se përpjekja e natyrshme për shtetin ligjor, e të gjithëve bashkë, e jona, qeveri, parlament, drejtësi, me të gjithat përpjetat dhe tatë pjetat e saj, arritjet dhe lajthitjet e drejtësisë re, do të prodhojnë ndonjëherë kosto për këtë shumicë qeverisëse, të cilat do ta kthejnë në punë mullirin e prishur të opozitave, gabon ditë dhe natë. Sepse nuk kupton atë që e kupton shumë qartë populli shqiptar, njeriu i zakonshëm Shqipërisë. Lufta për drejtësi, për shtet ligjor demokratik, për Shqipërinë europiane në Bashkimin Evropian ka vetëm një garant, ende sot për sot. Mua dhe këtë shumicë qeverisë. Ka që thjesht. Themi në episodin 5 të sezonit 6 podcast flasim me të ftuarit ose të vetë ftuarit në fakt, se edhe miqtë e sotëm janë këtu përmes kanalit të komunikimit flasim@kryeministria.al, ku kanë dërguar mesazhet e tyre dhe kanë shprehur dëshirën që të ndajnë këtu me mua dhe me ju eksperiencën e tyre, historinë e tyre dhe planet e tyre, ato plane që po të ndahen, kuptohet. Nuk pretendojmë të gjitha planet. Dhe janë 3 miq të ardhur nga 3 rrugë të ndryshme të jetës, që i kemi këtu, duke filluar nga Erisa. Erisa është psikologe, por e ka vendosur dijen e saj në dispozicion të disa nismave që janë me një natyrë solidariteti shoqëror ndaj njerëzve që kanë nevojë të asistohen. Pastaj kemi këtu Besartin, siç mund ta merrni me mend nga ata që e shoqërojnë përpara mikrofonit të tij, Besarti është skulptor. Dhe pastaj vim te
Kledisi që siç mund ta merrni në mend nga ajo që e shoqëron, është violinist. Duke qenë se janë 3 rrugë në këtë udhkryq, dhe që të mos i mbetet hatri askujt, unë them që ta fillojmë me ty me një toccata e fuga, Me shumë me një kënaqësi. tingull, pa fol, jo mos fol, pa para se të flasësh, me një përshëndetje nga ana e saj. Okej. Kështu që jepi asaj mundësinë të na përshëndes ne, nëse do të na përshëndes ajo. Po pse do të çosh në këmbë, se bën të ulur? Po bën në këmbë më mbrava, tani ulur je, s'di më ulur, pastaj do të çojmë rend ty edhe në këmbë. Atëherë, sonata 3 e Bach. Faleminderit Tani ishte pak si efort për ta filluar. që e dira në mëngjes të nis me Bahun, edhe që AC/DC. episodi të nis me Bahun, por prandaj kemi psikolog këtu që na lehtësoi nga gjithë kjo furtunë që na hodhe në kurriz. Elisa, ti je vajza më e vogël e familjes. Po. Dhe ndërkohë merresh me më të vegjël dhe shoqërisë. Po. Fjala është për ty. Si që thatë dhe ju, jam vajza më e vogël. Ka disa karakteristika në fakt në fushën e psikologjisë për neve që jemi të vegjëlit. Disa kanë baza të forta. Si që thatë dhe ju, unë po merrem me më të vegjëlit, me fëmijët, se besoj që ata janë shtylla e një formimi, qoftë një shoqërie të dur, qoftë një familje të dur. Dhe po ashtu merrem edhe me fëmijët me aftësi ndryshe që patjetër kanë nevojë për solidaritetin tonë dhe pranimin, jo vetëm nga personat që vijnë nga studime psikologjike, por nga të gjithë. Sepse unë lidhin e kam bërë shumë me art. Mendoj që arti është forma më e mirë dhe më e bukur që këta fëmijë mund përfaqësohen. I kemi nxjerrë pafund në skena, me koncerte, me musical, me teatra dhe kemi parë që realisht kanë aftësi. Thjesht ju duhet një shtys që ata të dalin pa. Nga rinia, nga njerëzit që i rrethojnë, nga familja e gjithë me radhë. Studimet po në Tiranë, e kam pasur shumë dëshirë Tiranën, e dashuroj Tiranën, si qytet, si vend i mundësive dhe më vjen edhe nga familja, se unë gjyshen e kam nga Tirana dhe kam pas si pjesë amaneti që do vazhdoja studimet këtu, po ndjek dhe disa angazhime familjare dhe studimet. Ndërkohë që jeni disa motra më duket, apo ke dhe vëlla? Është vëlla i madhe edhe 2 motra tjera. Po, jeni 3 motra dhe një vëlla, po. Motra dhe vëlla janë në Kosovë. Po, janë në Kosovë. Kanë mbaruar shkollimet jashtë, po janë kthyer në Kosovë. Domethënë ti e amanetit gjyshës. Po, gjyshes të gjithë familjes nga ana e gjyshes, që të vazhdoj këtu. Besart, prezanto shokët me të cilët ka ardhur në fillim. Tash këto janë në fakt dhuratë për ju, jam sjell. Që mos vije dur bosh, se nësë në rrinë as durës. Ata që më sjellin dhuratë mua, kanë një kështu, nuk e quaj fat, po kanë një mundësi shumë mirë, sepse dhuratat mbeten në muzeun dhe në si thush atë stokun e muzeut të Kryeministrisë. Kështu që do qëndrojnë shumë bukur, dhe kam edhe parasysh se ku do qëndrojnë shumë bukur. Atëherë, domethënë ideja është që unë t'isha sa më praktik, edhe mos egzageroja, po edhe të mos vija dur bosh, si që thash. Kjo është në fakt dhurata që e plotëson atë kontekstin, sepse është një objekt i përfunduar në këtë kuptim. Kurse kjo tjetra, ky objekti tjetër që ju me siguri do të e shuni se çfarë dhe cila është,
është një proces pune që unë kam marrë ta prezantoj në këtë lloj forme dhe njëkohësisht edhe ta dorëzoj si dhuratë këtu dhe ju. Në fakt Koka e Shqiponjës është një punim i thjesht, po themi modest, që ka nisë me mënyrën tradicionale të realizuarit deri në fazën e galvanizimit dhe për të qenë realist edhe i sinqert edhe me veten, galvanizim nuk e bëj unë, se galvanizimi është një proces që shkon shumë përtej atyre që duhet përfshi procesi i përfundimit të një vepre, po është një kooperim që unë bëj me një mikun tim që punon për në Itali, në fakt, edhe ka pranuar që mu të asistoj në këto ambicje që kam unë për të përfunduar procesin. Dhe bën pjesë në një fushë që unë kam ushqyer për disa vite dhe vazhdoj ta ushqej, ta uj sadopak, që është Papa Special Gift. Papa Special Gift ka lindë si nevojë e imja për të kategorizuar prodhimet e miniaturës. Ka dhe disa objekte tjera që janë goxha më miniaturë se sa kjo, shumë më miniaturë. Për t'u vënë në dispozicion të dhuratave që mund të jenë të personalizuara, speciale ose edhe zyrtare, por që ajo pastaj i takon marketingut, shpërndarjes etj. Për të dalë nga skulptura tradicionale, sepse nuk ja lejoj dot vetes që të mbyllim studio dhe të bëj skulpturë të dimensioneve dhe vetëm aq, se rreth pars ma lejon familja, në kuptim që kam ca përgjegjësi për plotësuar dhe nuk mundet që të bëja të artistit mbyll në studio. Por me kaq se kam pas mundësi, ishte ideja që unë të konkludoja në diçka. Edhe paralel me Papa Special Gift janë edhe disa profile tjera që unë i kam publikuar në rrjetet sociale dhe në faqet e mia, kurse objekti tjetër, ky portreti këtu, është portreti i Kajo Karafilit, një vepër e Thanas Papës, e babait tim, e cila është e skanuar nga nga modeli origjinal i Allshiut që ne kemi në studio, në muze tashmë, dhe e ridimensionuar në një shkallë zvoglimi 7 herë më e vogël se sa origjinali, që pastaj mund të ridimensionohet sa të jetë nevoja. Dhe është një nisëm që unë kam marrë kohët e fundit personale për të bërë digitalizimin e veprave të babait tim në këtë rast. Nëse s'do ishte babai im dhe unë do ta kisha këtë ambicien, do të ishte digitalizimi i veprave të artit, skulpturave, duke i skanuar dhe i printuar në 3D. Kam dalë pak nga pjesa artistike në sensin që jam futur në teknologji, sepse në të kundërt nuk ka se si të bëhet digitalizimi ndryshe, por është një nga ambicjet e mia që kam pas me kohë për të bërë këtë skanimin, printimin. Shumë faleminderit për shpjegimin shtërrues dhe faleminderit për shtërrues për dhuratat, ndërkohë që po i kthehem atij që na goditi me bahun. Me bahun AC/DC se këtë herë. Por ti the bahu, kështu që ndërrim të bahu. Bahu rrim se. Por e vërteta është që ne nuk të kemi ftuar këtu thjesht se i bie bahut ose na bie me bahun ose e merr bahun dhe e kthen mbrapsht, po të kemi ftuar për faktin se ti ke një jetë interesante dhe mbi të gjitha të kemi ftuar për atë që shkon përtej partiturës, përtej se thosh violinistit, në kuadratën e violinistit, që lidhet me angazhimet e tua sociale, por nëpërmjet zbulimit të talentit dhe tek ata të cilët mund të duket sikur nuk kanë asnjë mundësi që të ngjiten në skena si gjithë tjerat. Po ajo që më duk pika ku mund kap fillin e kësaj bisede me ty është momenti kur ti vendos të ikësh nga Shqipëria. Ai moment në fakt kur vendosa të ikë nga Shqipëria, unë kam imazhin e babit me atë ftesën në dorë dhe duke më thënë
unë sapo kisha fituar një konkurs, kisha mbaruar Akademinë e Arteve, ishte viti 2008, kisha dalë me rezultate ekselente, kisha fituar një konkurs për në Sarajevo. Ishte projekti i Bashkimit Evropian, shumë mirë i paguar me gjitha. Dhe shumë rastësisht në një koncert në Francë me të rinj, unë pyes të rinjt se më pëlqeu Nisa. Ishte shumë bukur, deti, njerëzit, çdo gjë, qyteti, dhe thash si më bën me art Francë thash. Aty ngjoj dikë dhe thot, o bo dhe një tjetër. Por ishte edhe dikush tjetër që tha Kledis, ka ardhur një profesor e madhe, tha, nuk do të vish të takosh. Dhe shkoj të nesër në mjesën 7 trokas. Jam specialist për trokitër, për të hapur të dyrë kështu. Dhe i thash profesoresh, thash kam gjuar shumë për ju. Në fakt nuk kisha gjuar shumë për atë, por kisha dëshirë të shkoja në Francë. Thash, do doja të vija këtu, thash, doja më ngjonit. Më ngjoj, tha hajde nesër në orën 8, tha, më ngjoj dhe tha okay, do vi, mund të vish. Dhe kthehem tek ai imazhi i babit me atë letrën, dhe më thot, Kledis, ti sa ke marrë studimet, ke bërë gjithë ato sakrifica, ke hapur Akademinë e Arteve në orën 6 mëngjesit, zgjoja rojet atje për që të hapin Akademinë e Arteve dhe vije mbaroje në 11:30 darkës. Pastaj rrije deri në 3 mjesë duke lexuar dhe tash do i fillosh prapë nga e para atje në Francë, kur ke i punë në Sarajevo. Edhe thash, po bab, thash. Dhe shkova në Francë. Po ti tregove pjesën e ëmbël të kësaj, nuk tregove pjesën e hidhur. S'desha me tregu pjesën e hidhur. Pjesa e hidhur është pastaj kur shkova, se nuk shkova në Jo, Nis. pjesën e hidhur këtu. Këtu që nuk arritet do të hysh në punë. Po, në 2008 po, dhe në fakt është diçka që më ka ngjerur pak si peng, sepse nuk kam pas mundësi me dhënë një kontribut që unë gjithmonë kam dashur ta jap për vendin tim. Unë jam tani për momentin jam me kontratë me Operën e Nisës, punoj me Filharmoninë e Monte Carlos. Janë orkestra ku janë disa nga më të mirët në botë. Vinë muzikan nga Japonia, nga Rusia, kam fitu konkurse që 11 vjeç. Unë 11 vjeç luja futboll te Sporti i Vjetër në Elbasan. Dhe jam me fat që jam atje. Po unë sinqerisht do të them nëse më jepet mundësia për vendin tim, unë vi që sot. Sepse është diçka që më ka ngel penge. Sepse mendoj, mbarova ato rezultate maksimale, madje është hera dytë që ne flasim së bashku. Ishte gati për Shqipërinë, unë isha në Francë, kemi folur online, ishte studentët ekselent, dhe pata mundësinë t'ju thoja se kam pak atë një pasion edhe diplomacinë. Dhe duke punu te Konservatori Nacional Superior i Parisit, me orkestrën e konservatorit, gjatë pushimeve shkoja dhe i bija derës edhe aty trokisja, tek drejtoresha. E i thoja kam shumë dëshirë që të lidh Universitetin e Arteve me Konservatorin Nacional Superior të Parisit, që është i dyti në botë. Dhe ka kalu Debussy, Ravel, gjithë kompozitorët më të mirë. Dhe mbas 5 muesh arrita, se tha në një moment, ky nuk ka për ndalu, ky do vazhdoj, po troket, edhe është një nga kënaqësitë më të mëdha që u kam ndjer, bëra diçka thjesht në mënyrë vullnetare, në mënyrë pa të dëshirën për të bërë diçka. Dhe aty ju kam shprehur këtë gjë dhe më dhat përgëzimet, vos félicitations, ça me dit en français, më dhat përgëzimet tuaja dhe për mua ishte një nga shtysat që ta shtyja që të bëja pastaj projektin që unë bëra me Shqipërinë Life and Music Concert, që është një projekt artistik, pedagogjik dhe social. Do vim aty, por duke qenë se përmende fjalën kyçe, vullnetarizëm, unë dua t'i rikthehem Erisës për diçka që në fakt ishte pjesa më interesante e letrës, që ka të bëjë me vënien vullnetarisht në skenë të shfaqjeve që synojnë ndërgjegjësimin e shoqërisë për problemet e shëndetit mendor tek më të rinjt dhe për sfidat që kanë fëmijët me aftësi ndryshme.
Dhe pjesa që mendoj unë do ishte interesante nuk është pjesa që pse kjo është diçka e mirë, por do ishte si lindi organizimi dhe me kë e bën këtë organizim dhe çfarë impaktesh, do çfarë satisfaksioni merr në këtë punë vullnetare që po bëhet rreth 10 vjet. Po, që adoleshente, që kur kam qenë në Gjakov, në fakt, e shifja veten që po angazhohesha në organizata të ndryshme që merreshin me grupet vulnerabel, jo vetëm me fëmijët me aftësi ndryshe. Dhe kjo gjë ka vazhduar, domethënë fusha e studimit tim është komplet pasion. Kam dalur pa nga familja, i kam pas tër mjeksi, po qëndrojmë aty tek psikologjia dhe sikletdisi njëjtë, kam qenë një re, një fëmijë atko që erdha në Tiranë, isha në një vend tjetër, jo të huaj, dhe po trokisja gjithandej duke treguar idetë e mia. Dhe hasesha me njerëz shumë të mirë në fakt. Ky është fat që në Tiranë kam gjetur një mbështetje të jashtëzakonshme që në vitet e para të studimit, domethënë që në vitin e parë ne u mblodhëm një grup artistësh, mjekësh, profesionistësh të shëndetit mendor, ku bëm një film të metrazhit të shkurtër dhe pastaj e bëm bashkë me një dokumentar ndërgjegjësues ku të gjithë flisnin mesazhet e tyre, duke ndërgjegjësuar adoleshentët, prindrit në mënyrën se si po rriteshin adoleshentët dhe sfidat që ata adoleshentë kishin, ankthin, ataket e panikut, sfidat emocionale etj. Me radhë. E bëm premierën tek opera dhe baleti, teatri dhe jashtëzakonisht impakt shumë i mirë, sidomos nga prindërit që erdhën si të ftuar, që thanë që na erdhi shumë bukur përmes një filmi, 4 minuta, që është gjë shumë e pakët, po ta mendosh 4 minuta, po lejm pak se futëm shumë imazhe vizuale dhe disa elementë shumë të fortë, po ashtu dhe muzika u kompozua nga artistët që ne kemi pjesë të ekipit, u kompozua enkas për... Po ekipin si e krijove, apo ekipi ishte dhe u përfshirë ti? Jo, trokita tek të gjithë i ftova një nga një dhe thjesht u prezantova, thash, jam Erisa, jam studente, kam këtë ide, a do bësh pjesë e ekipit? Dhe të gjithë më thanë po, dhe në mënyrë vullnetare, pa asnjë fitim, nuk kanë kërkuar asnjë fitim monetar, as asgjë, thjesht ju ka ardhur si një satisfaksion ndryshe. Sa veta është ekipi? Kemi qenë 9 veta, në krye me Ilyar Shabën si artist, Neli Demin, psikiatrin e njohur, Ema Andrea si artiste dhe Lediona Brau, psikologe. Kam vazhduar me shfaqje të ndryshme me soprano, Simona Karafili Demi, janë shtuar domethënë pjesë e ekipës shumë. Pastaj ideja e dytë erdhi vitin e dytë të studimeve, kur po diskutonin mbi problemet e shëndetit mendor të fëmijëve. Dhe pjesa që nuk po diskutoi fare ishin fëmijët me aftësi ndryshe. Dhe aty më lindi një ideja që pse jo ti vendosim në skenë, se kam njohur shumë fëmijë që kanë aftësi për të kënduar, për të luajtur futboll, sporte, për të pikturuar etj. Me radhë. Dhe trokis prap tek organizata Autizmi Flet me Glantina Bajramin dhe Nikon, që është një çun jashtëzakonshëm që ka mbaruar dhe Akademinë e Arteve për këndim. Dhe them, un kam një ide që të bëjmë një muzikël. Dhe si do e bëjmë këtë? Thash, me fëmijët tuaj ishin rreth 40 fëmijë ata që kishin talente, që kishin bërë koncerte edhe para idesë sime, dhe i vendosëm në një teatr me rreth 1 orë e gjysmë aktrim, ku e gjithë pjesa u përkthye nga këta fëmijë me ndihmën domethënë asistentën tonë, ishte dramë që vinte nga Greqishtja. Morëm dhe përkthyes që përkthyem njerëz që ishin me probleme të ndryshme që morën pjesë tek përkthimi dhe këta fëmijë të 40-it kanë qenë vetëm me 2-3 asistime që kanë bërë komplet pjesën e teatrit. Tek pjesa muzikël bëm duete muzikore ku morëm artistë të njohur, Erikun për shembull, Erik Loshin, Angela Bresterin që kishin duete muzikore me këta fëmijë. Kemi bërë rreth 1 vit prova, gati çdo ditë le të themi. Hapësirat i kemi gjetur prap vullnetarisht, ku fëmijët janë ushtruar. Ka qenë një entuziazëm i paparë dhe një dashuri aq reale me ata fëmijë, kur i shihnim se sa shumë punonin, sa shumë e donin artin dhe sa talent realisht dilte në pa. Sa mund të qetësoheshin nga ana emocionale, po ashtu dhe sa ndiheshin të përfshirë. Sa fëmijë keni mundur të arrini me këtë qoftë si fëmijë protagonist që kanë qenë protagonistë në shfaqje, qoftë si fëmijë që kanë ardhur në shfaqje. Po, si protagonist, vetëm te kjo shfaqje kemi pas 50 fëmijë, 50-55 fëmijë. Kemi pas plus të moshave të tjera që kanë shkuar deri 25-30, që kanë marrë pjesë qoftë edhe me detyra të vogla, por pjesë shumë kulminante e asaj shfaqje. Pastaj kemi vazhduar edhe me festivalin tradicional, ku kemi marrë nga gjitha trevat e Shqipërisë,
kanë ardhur nga Pogradeci, nga Durrësi, nga Kavaja, Sa- ansamble popullore. Domethënë nëse ti do bëj një llogari sa njerëz ka prek kjo vorbulla që ke kriju. Ka prek pafund, mund shkoj edhe mbi 200-300, se kemi dalë edhe në Kosovë suarek me festivale tradicional si thash mblodhe. Përveç këtyre, po Për angazhim, po. Dhe si spektator edhe si njerëz. Si spektator më ka ardhur shumë mirë që ka pas pafund dëshirë që të vinë të shohin këta fëmijë, jo vetëm prindërit e fëmijëve, po edhe të tjerë që ju ka interesuar dhe është dukur më interesante dhe një art më ndryshe. Dhe më i bukur në fakt, ka ardhur shumë bukur, sidomos festivali tradicional ku ata fëmijë kërcenin vallet, ishin entuziastë, recitonin poezi shqiptare, lexonin vepra të ndryshme arti, ishte shumë e bukur. Tani kemi edhe një arritje goxhatëri me Federatën Shqiptare të Futbollit, ku është krijuar ekipi i futbollit për personat me aftësi të kufizuar dhe do e bëj spoil pak që shumë shpejt këta fëmijë do ikin dhe në Amerikë në turin e futbollit. Është një ekip prej 11 fëmijësh me aftësi të kufizuara të gjithë, që janë trajnuar me mbi 4 vite falas nga trajnerë të ndryshëm, nga pjesa e ekipit tonë si organizat, nga prindrit që janë me shumë vullnet që i qojnë çdo javë në stërvitje këta fëmijë. Dhe është e jashtëzakonshme, është një ndjenjë e veçantë që vjen. Fantastike. Besar, ndërkohë ti je angazhuar edhe me një muze. Po. Një muze privat. Po. Por një muze arti që është një derë tjetër e hapur në kryeqytet. Fol pak për muzeun, si të lindi ideja është e qartë, por si arritet deri në hapjen e derës dhe çfarë shef si mirë, çfarë shef si dobësi tek muzeu, si funksionon si hapje, domethënë vin njerëz, vin më shumë, vin më pak se ç'mendoja. Domethënë një përshkrim për muzeun. Domethënë gjithë fillesa e konceptimit vjen të vërdall në kokën time me një shprehje që duhet ta kem dëgjuar diku, që ëndrat e prindërve mbeten gjallë tek fëmijët. Jo se i mat ka pas ëndër që studion ku ai ka punu ta bëjë muze, por unë jam rrit në një ambient që është një studio skulpture që ju e dini, keni dieni, dhe u blodhën shumë faktor, u gjendën shumë faktor që praktikisht unë sa i dhash atë shtysën e fundit edhe dolem në këtë përfundimin dhe në këtë rezultatin që me thënë drejtën ishte pak e papritur në sensin që unë nuk është se unë si jam as menaxher, as agent marketingu, as kam lidhje me këto, unë jam skulptor. Megjithatë mora përsipër që ti hyj një gjë e tillë duke menduar më të mirën, në kuptimin që ti shërbej sa më shumë vizibilitetit të gjithë kësaj gjëje, të ndihmoj veten në një farë forme, të bëj të mundur që emri edhe vepra e babait tim mos të ngelet aty, në kuptimin që është aty edhe kur të bie rasti. Dhe faktorët që erdhën rrugës, disa ishin shumë të lidhur, disa ishin faktorë ndihmës, por me sa duket për të marrë rezultatin duhet pranuar çdo gjë në një farë forme. Dhe në vitin 2022, që mund ta them që është një nga vitet më të errta për mua personalisht, kur prindërit mi ndruan jetë, ne kishim maman, domethënë që ishte përkeqësuar nga gjëra shëndetësore dhe pak a shumë kishim një farë ideje. Dhe kur në korrik kur ajo ndroi jetë, nuk zgjati asnjë muaj dhe i mat. Edhe ai ndroi jetë gjithashtu. Dhe unë si tush me ti me motër u gjendëm përpara një fakti, që është fakti etik dhe s'kishte çfarë diskutohesh këtu përveç se të qëndronim. Mbas një periudhe kohe kur unë vija vërdall në për studio, se ishte studio edhe vazhdon të jetë një pjesë e saj, dhe mendoja që ç'a mund të bëj, ç'a mundësish janë, ç'a hapësira ka, mendova po sikur, thash me vete. Po sikur të bëjmë atë në një formë edhe pak si humoristike dhe ironike me veten, për një batutë që çavonte në shtëpi kur prindërit mi ishin dhe i mat gjithmonë ankohesh edhe se këta skulptorët e këtij brezi edhe njiheshin për çmëri që kishin edhe
Edhe ime më që thoshte që në rregull, se muze do ta bëjmë. Studion tënde. Se ai më kërkonte mua, shife këtë, shife s'më bën këtë, s'më bën atë. Okej, unë pranoja dhe isha pjesë e realitetit. Nuk kam atë njeri me detyrim, po isha. Edhe batuta ishte që okej, se muze do ta bëjmë. Dhe në një kohë heshtje dhe boshliku timen, mua thjesht më fillojnë këto copat e puzzle-it, më formohen dhe thash me vete, okej, do ta bëjmë muze. Do të ishte shumë mirë nëse do bëhej kështu, se do të ishte muzeu i parë i skulpturës në Shqipëri. Nuk do të ishte galeri arti, se galeria ka tjetër qëllim, është ekspozimi i përkohshëm i veprave dhe vënë në dispozicion hapësirës për artistë ndryshëm, po do të ishte muze. Qëllimi i muzeut është ekspozimi permanent i prershëm i objekteve ose artefakteve ose atyre që do të kishin atë. Kështu që thash muze, okay. Dhe salla kryesore e studios dhe një pjesë e mbrapme e studios kishin një hapësirë të konsiderueshme, të mirë, të pranueshme që mund të ishin okay për një muze. Nuk shkëlqen siç është muzeu, siç ka qenë muzeu ose siç është koncepti i një muzeu, por është një situatë shumë interesante sepse ai vizitor që vjen shef një atmosferë që e kupton që ka qenë një ambient pune, por nuk është në trajtë një ambient, është goxha e kuruar, saqë unë vazhdoj punoj edhe mbas punës vazhdoj pastroj që të në ato. Ti punon aty? Nuk punoj aty, kam dy ambiente që janë pak të ndara dhe në një rast që më duhet një hapësirë, abuzoj pak të hapësira e muzeut edhe kur vjen një turist për shembull ose nuk e pres ose i them nëse do mund të mirë kuptosh dhe mirë pritet dhe mirë kuptohet, sepse është një kuriozitet shumë i madh që si është kjo gjë, çfarë është kjo. Unë kërkoj ndjes për mënyrën time të stërziatur të shpjegimit. Okej. Dhe domethënë në fund 2023, fillim 2024-s, unë bëra ato lëvizjet që duheshin për të prezantuar një muze që ishte me anë të kontakteve që unë kisha si mund ta prezantoja në media, aq sa mund ta bëja. Rrjetet sociale, plotësova një faqe, një hapësirë dhe fillova ta marketoj. Bëra disa printime, disa broshura që mund t'i shpërndaja. Dhe hapësirën që të dhuron Google-i me anë të lokacionit, unë studiova pak aq sa mund ta kapja dhe dhash çdo informacion të mundshëm aty që do t'i duhet dikujt që vjen në Tiranë dhe vjen në Shqipëri dhe shkruan në Google Art Museum. Në momentin që shkruan Art Museum, nëse ti je aktiv, aty të del një hapësirë që ka vendosur dikush që ka një Art Museum. Dhe surpriza ishte që filloi të ishte një fluks vizitorësh, 99% të huaj, që vinin edhe kërkonin që të bënin vizitën. Dhe unë isha dhe jam akoma në provë të vazhdueshme dhe unë eksperimentoj me mënyra të ndryshme prezantimi. Jam unë që bëj guidën edhe bëj prezantimin. Dhe në disa raste thjesht Po sa vizitor të erdhën në ditë për shembull? Për shembull, unë kam bërë një rezume, nuk është me ditë të përditshme, pavarësisht se është e hapur për ditë dhe është e hapur nga ora 9 e paraditës deri në 9 masditës. Vizita fundit i bie në orën 7:05 ose 8:05 ose 8, se rreth një orë zgjat gjithë vizita, gjithë prezantimi. Por në vitin domethënë e sakt 2024 dhe 2025, sidomos 2025, arriti një shifër rreth në gjithë vitin, po themi, se varet nga muajt. Për shembull, mua më surprizoi tetori 2025-s që kishte një fluks për ditë. Po thuaj se për ditë, saqë më mlapa puna dhe do të prezantoja njerëzve, shumë mirë. Arrita në një shifër 500 ca ose 600 veta gjithë vitin. Që në shifër nuk tregon një kush ishte çfarë, po për mua është shumë e kënaqshme në kuptimin që nuk kam bërë aq punë sa për të thirrë 5-600 veta. Domethënë me kaq sa hapësirë më është dhënë dhe kam gjetur, me kaq unë jam okay, por që potenciali është shumë, mundësia për ta menaxhuar ndryshe është prap sepse mund të jetë dikush tjetër që prezanton, ka forma të ndryshme. Dy zhyrje e lira apo me biletë si e ke bërë? Unë kam vënë një biletë simbolike, normalisht. Dhe ideja është që vinë vizitorët, unë i prezantoj
këtë gjën ku kanë ardhur, ç'a është, si ka fillesën, i prezantojnë një histori shumë interesante që ka i madh, që nga periudha kur u dërguan në ish Bashkimin Sovjetik për studime etj. Kthimi, drama familjare me martesën e parë, ecuria e viteve, veprat që i përkasin në vende të ndryshme, evenimenteve këtu, dhe mbaron e gjitha, konkludohet një orësh, domethënë i plot, një orë e ca në këtë gjën, kështu që Muzeu është pikë që nuk lëviz. Kurse ti tani je angazhuar me lëvizje, rrugtim, një projekt i ri që e ke shkruar në mesazhin tënd artistik, natyrisht artistik, rock, blues dhe gjithë kolonat zanore më të bukura të filmit shqiptar. Tani, kështu ku e lexon, duket goxha. Mund të shpjegosh pak më shumë edhe plus kur fillon, si fillon? Fillon nga ato 17 vite në Francë, nga jo vetëm ato eksperienca me Radio Francën për shembull, ku në fakt ka një karakter serioz të muzikës klasike mbi të gjitha, megjithëse kanë filluar të demokratizohen pak në një por mbi të gjitha tek ato eksperienca fitova një ditë një audicion. Ishte ajo që bëri edhe ndryshimin nga student në Francë edhe fillova të luaja me turne të ndryshme. Një ansambël shumë atipik. Shkoj, luaj para quhet ansambli Mateus, Jean-Christophe Spinozi, kanë marrë Victoire de la Musique, fitore të muzikës në Francë, një titull shumë prestigjioz, edhe kanë shitur me miliona disje. Unë duke luajtur violinë aty, ai vjen, po zakonisht nuk do të kështu. Ai më afrohet e fillon e këndon. Donte të shihte reagimin tim, nëse unë do e shoqëroja. Mbarova, tha faleminderit, dola mas 5 minutash, s'po kuptoja gjë, s'kam fitu, thash. Mas 5 minutash marr një mesazh. Kledis, do që të vish turne, edhe shoh listën, New York, Moskë, Vjenë, Salzburg, Festivali Salzburgut, që shkon orkestra Vjenës, nuk mbaronte lista. Ajo ishte kontakti i parë me një lloj muzike, ne lunim të Festivali Salzburgut me Cecilia Bartolin, dhe më mbrapa bënim koncert tjetër, lunim opera rock, Ravel rock, ose bënim, domethënë, kjo më dha shtysën e parë, me parë pak muzikën, pak në nivel pak më gjerë, mos me ndetur tek pjesa thjesht akademike. Pastaj ishin dhe programe sociale, për shembull tek Orkestra Monakos, ne nëse bënim koncert me Marta Argerich, një nga pianistët më të mëdhaja në botë në darke, provën gjenerale ne e bënim për fëmijë nga qendra sociale. Madje kam një histori që ka lidhje me ne. Marta Argerich është një person që neve si muzikant nuk kemi fare në të njëjtin kat ku janë dhomat e muzikantëve. Po doja të takoja, sepse është më vërtet një institucion i pianos, është një legjendë. Dhe gjeta momentin kur nuk ishte njëri dhe shkoj. Dhe i them jam shqiptar. Edhe kjo në fakt më hapi dyre, se zakonisht nuk të japin shumë qasje, megjithëse je në orkestër dhe i shoqëron. E tha, njoft Edi Papavramin, tha, hajde, tha, hy, tha. Dhe madje po vinin dhe kryetar bashkisë aty për ta takuar. Dhe thotë, jo, thotë, është shumë tip me një lloj karakteri të çuditshëm. Jo, tha, ky djalë është nga Shqipëria, njeh Edi Papavramin, njoh fund Edi Papavramin, edhe ndeta me Marta Argerich gati 10-15 minuta, duke folur për muzikantët shqiptar. Me një farë mënyrë ne kemi edhe shansin e madh që kur themi violinist shqiptar, neve nuk na marrin sepse thonë ka art Edi. Po, është. Kjo na ka hapur rrugën për respektin e muzikantëve shqiptar. Dhe kjo është gjë shumë e madhe. Dhe të kthehem tek projekti, doja nuk mund të rria vetëm tek koncertet. Kisha shumë dëshirë të bëja diçka, kam ndoshta nga karakteri, kam dëshirë të ndryshoj gjëra. Dhe bëra këtë Life and Music Concept, që është një projekt që ka pjesën sociale. Në qoftë se në datë 29 bëra një koncert me piano me Elvina Gurrën, me një program nga Çakona, Baut dhe Cezar Frank.
dhe pjesë popullore shqiptare, se i ngatarroj këtu, nga pjesa gjithmonë është pak gjeometri variable. Paradite shkova në qendrën në Shkozë dhe çakonën e Baut e lujta për qendrën sociale. Është një qendër e mrekullueshme, duhet të bëj një falënderim për punën që bëjnë asistentët sociale, ose më kujtove fëmijët me aftësi ndryshe. Ne kemi shkuar atje në Laprak edhe aty një super qendër, bën një punë të mrekullueshme. Janë njerëz që nuk i shohim, por bëjnë të lujë ai motori dhe qendra shumë e mirë. Dhe më thanë mas koncertit, më thanë punonjësit social, më thanë, Kledista, e di që ka ndodhur një mrekulli, thashun çfarë ka ndodhur? Ti ndeti 1 orë dhe ato duhet të kitën. Nuk rrin më shumë se 10 minuta, thënë. Mu këto gjëra më japin një lloj kënaqësie të madhe. Kemi të pjesën pedagogjike, pasaj që përmon shumë e rëndësishme. Ne kemi disa student që mund të bëhen ndoshta Tedi Papavramët e ardhshëm shqiptar. Dhe ideja është që si me ja bë pak rrugën më të lehtë. Dhe në qoftë se unë kur shkova në Francë kisha merrje takim me Spalën e Orkestrës Nacionale të Francës, Sara Nemtanu, që tash është e Orkestra Parisit, dhe më jepte takim as 3 muesh me mik të madh. Unë arrita që Sara, Virginie Robiard, që është në Lozan, t'i jepte kurse falas masterclass këtyre fëmijëve që janë këtu. Dhe sigurisht unë nuk i them tonë Shqipëri po. Dhe jo vetëm kjo gjë, ideja është me i përgatit për ato që duan, sepse unë nuk i them hajdeni në Francë, unë nuk i them mbi të gjitha, nuk i them këtë gjë. Por ato që duan me vërtet ikin, atëherë i them okay. Dhe një vajzë të vogël arriti që është me vërtet Vesa Dume është do e ngjojmë shumë shpejt. Ajo vajzë tani është në Francë, ne i bëjmë edhe një lloj mbështetje logjistike. Për shembull është një nga këngëtarët më të mirë franceze, soprano Nathalie Dessay, që u vun kontakt me këtë familje dhe krijohet një lloj energjie, sinergjie. Që kjo është edhe ideja e këtij programi. Sot Vesa është një nga konservatorët më të mirë të Parisit. Sigurisht rruga është e gjatë, unë uroj gjithë të mirat, unë nuk mund ta vazhdoj gjithmonë. Ideja ime është me bërë këtë ndihmesën për konkurse, për qofse më kërkohet, mbi gjitha, dhe për t'ja bërë pak rrugën sa më të lehtë. Kjo është dhe pjesa pedagogjike. Çfarë motivi popullor të pëlqen ty më shumë? Nga muzika. Më pëlqen Baresha, pafund, ka një arsye. Bareshën jo, por njoh General Gramafoni. Më pëlqen Baresha se Po se një Ferito janë. Jo, një patjetër. Po, patjetër. Duhet të njohim gjithë, është kulturë e përgjithshme, mendoj që secili duhet të di kulturën e vendit vet, pastaj edhe dalim jashtë për te. Xhiroja e tretë dhe e fundit e bisedës lidhet me hapin tjetër. Se çfarë kemi bërë e mora vesh. Tash çfarë vjen mbas, çfarë shikon ti si hapin tjetër që do të bësh? Pika parë, unë dua të qëndroj për herë idealiste. Qëndroj dhe te realizmi, po është hapi jot i brendshëm. Po, nuk është shumë e brendshme. Nuk kemi në një rrëfim kaq të thellë. Hapi jot profesional dhe në këtë rrugtim që ke filluar, ke bërë këtë shfaqje, ke angazhuar këta njerëz, ke ndërtuar këtë ekip, po ti si e shef, si e ndëron në sy hapur dhe ku e shef veten tënde mas 10 vjetësh? Po. Nëse do ta pikturoje vetë këtë do ishte shumë mirë sikur ta pikturonim ashtu siç dua. Po pra si e do këtë na thuj se po nuk e pikturove, nuk e bën dot pse. Jam shumë e fat që po ndjek ato ëndra që kur kam qenë fëmijë dhe do doja shumë që të krijoj mundësia ti vazhdoja edhe me tutje. Thash nuk do e lësh Shqipërinë, por mendoj që edhe mund ta lija për një pjesë shkollimi jashtë. Shqipërinë ti mund ta lësh, por Shqipëria nuk do të lëri ty. Do kthehem prapë. Kjo është e sigurt. E mendoj një pjesë të shkollimit jashtë për ta ngritur veten më shumë profesionalisht dhe për të marrë ato dieni dhe një kulturë të përgjithshme se çfarë është të studiosh jashtë, ti je njëri që përballesh dhe me realitete të ndryshme.
Dhe ato realitete pastaj ti sill në Shqipëri, qoftë të gjetjeve të ndryshme përmes kërkimit shkencor, po ashtu dhe ideve të ndryshme se si unë këtë pjesën vullnetare mund ta integroj akoma dhe më shumë në projekte dhe më të bukura. Me fëmijët patjetër projektet janë në vazhdimsi, në çdo vit do vazhdojmë me koncertet, që edhe fëmijët të mbahen të angazhuar po ashtu. Pretendoj që jashtë do marr një formim tjetër, se unë edhe jam pak poliglote, që kam arritur të mësoj shumë gjuhë të huaja, 5 gjuhë dhe 6 në mësim. Më kryesorja është ajo e rusishtës. 5 gjuhë me gjithë shqipen o pa shqipen? Pa shqipen, po. Atëherë ti flet italishtën, rusisht, serbisht, kroatisht, anglisht. Mirë, serbisht, kroatisht është e njëjta gjuhë. Pak a shumë, me disa ndryshime. Jo, ne kemi kështu, jo ata e kanë ashtu, jo e kanë kështu. Të gjitha kanë një motiv që pse i kam mësuar. Mua më kujtohet shumë vite përpara, kam ishte fiksuar një fjalor serbo-kroatisht. Po. Fjalor i vjetër serbo-kroatisht edhe në 94-ën kam përshtypjen se jam shumë i mirë në atë inventarin e kalendarit në Sao Paulo, në Brazil, në Bienale Sao Paulos, isha i ftuar atje si artist, edhe me 2 kroat, dhe ishim në një hotel që ishte si shtëpi studentësh, edhe ishim të 3 në një dhomë. Dhomë e madhe të 3. Edhe po bësh mohabet. Edhe i them po serbo-kroatisht jam me rusishtën si sa. Ai njëri nga ata ishte i shtrirë artist. Ai u hodh përpjet si kur nuk e di domethënë. Jam i pasigurt nëse do kishte hidha aq përpjet nëse do i kisha përmendur ato që i kishte bërë kokën. Nuk ekziston, doesn't exist. Serbo-kroatisht. Serbisht është serbisht, kroatisht është kroatisht, dhe janë 2 gjuhë të ndryshme. Dhe kur da mos e bëj këtë? Shko qetësoj. Unë i thash kam gjetë rastin të pyes dikë që flet këtë gjuhë që unë e di që është Okej. Çështje etnike. Dhe këtë gjë vazhdim dhe nga ai epizod her pas here ngacmoj kur i pyes. Po ata që nuk e kanë këtë ngarkesë madhe thonë një gjuhë. Mos e llogarit do ti ke 4 gjuhë. Kam zgjedhur pikërisht këto gjuhë. Nëse i shkruan të dyja, Kam ndryshime, po, patjetër. E shkruan dhe serbishtën dhe kroatishtën, me rregull. Por e shkruan serbishtën me kollaj nga rusishtja, ose. Rusishtja ka ardhur fundit si gjuhë. Jo, po. Apo e ke mësuar serbishtën me shkruajt përpara. Po, përpara, po. Të gjitha. Ta ka lehtësuar pak mësimin rusisht. E kam mësuar për një arsye, në fakt, pasioni im për librat, mund ta quaj, dhe doja të shifja se si librat shkruheshin në origjinal. Për shembull, letërsia klasike ruse është në shqip për shkak të mungesës së disa fjalëve, ndoshta edhe nuk vjen koncepti plot, dhe prandaj dhe kam mësuar dhe rusishtën që ta lexoj pikërisht ashtu siç është koncepti. Gjatë kohës pandemisë ka ndodhur kjo në mënyrë autodidakte. Po arrin ti lexosh tash klasikët ruse? Po, patjetër. Pa problem. Pa problem. Që ke fort. Ti çelë libra nga babës që rusisht. Do të çelë libra të babës që me shumë kënaqësi. Po dhe një pjesë tjetër e pasionit se ku është veten që më bëtet, më pëlqen shumë pjesa e diplomacisë që ta angazhoj në pjesën sociale. Pse? Nuk dua që të jetë kjo ngarkesa për herë politike. Unë dua të jem ai personi që dikur mund të vendosi paqen realisht mes edhe një lloj bashkimi mes rinisë qoftë vendeve tona. Unë synoj shumë që rinia mes Shqipërisë dhe Kosovës të jetë sa më bashkë, të jenë bashkë në një rrugtim pa burokraci, të jenë shumë mirë me njëri tjetrin. Ndërkohë, përveç ti e gjetë në fakt një kështu burim që mund të jetë një vlerështuar për muzeun nëse me Erisën gjen një rrugë bësh diçka me libra rusisht që ka baba aty, po ti
si e shef hapin tjetër, ku do shkoj kjo puna jote? Tash puna jonë është çike komplikuar. Realisht është vështirë, jo këtu ke ne, është domethënë e përbotshme, është gjithmonë ka qenë gjithmonë. Domethënë edhe me timat kur ishin aktivitet ne ishim të vegjël, nuk arrinim që të futesh kaq thellë, po ka qenë ky koncept e ky diskutim. Dhe duke ardhur më realisht më konkretisht, duke qenë që un kam edhe përgjegjësi mbi supe, kam 2 fëmijë, kam 2 vajza, dhe nuk mund nuk du t'ja lejoj vetes që të bëj atë artistin në shtëpi, sepse nuk është ajo ambicia ime. Ideja është që duke qenë që unë jam pak edhe më i përshtatshëm në sensin praktik edhe teknik të gjithë gjës, nuk jam ai artisti i chartur. Kam dashur gjithmonë që ta bëj të prekshme gjën, ta bëj praktike gjën. Dhe kohët e fundit, vitet e fundit, kjo është bërë më e kristalt, më e qartë te unë. Dhe prandaj ka ardhur ky rezultati që kam bërë disa sektore që ti shoh konkretisht ku jam edhe çfarë po bëj, edhe çfarë duhet të bëj. Kështu që në kuadër të kësaj logjike, çështja e muzeut është nisur. Unë e quaj nisur, domethënë vetëm kaq. Dhe do të kisha shumë dëshirë ose ambicia ime është që ai të jetë një muze i mirë fillt, sigurisht që privat, po ideja është që në këtë kontekst që ajo është, nuk është një gjë që e kam ngritur unë në kuptimin që i mora të gjitha, i vura në një vend, bëra muzeun edhe ai tash ta reklamojmë ta shesim sa më bukur sa më shumë. Unë thjesht i dhash atë gjën që i mungonte sipas konceptit tim dhe në këtë linjë, në këtë vijë unë dua që të kompletohet sa më mirë. Unë vetëm nuk e bëj dot. Domethënë, unë kam shumë, kam kaluar për te asaj gjës që duhet. Nga ime motor nuk është se kam prit, e kam pas mbështetje, ajo është arkitekte. E kam pas mbështetje patjetër, po ajo ka familjen e vet, ka punët e veta etj, kështu që un kam shkuar më tej se ç'duhet për pozicionin tim që jam. Dhe paralelisht po i miksoj gjërat, po i shfrytëzoj, po jam stër ngarku në sensin që pa përfunduar njërin kam nis tjetrën, sepse duhen bërë gjërat. Tjetrën kë? Tjetrën, domethënë, paralelisht me muzeun unë vazhdoj, kam edhe një ambicie personale për të krijuar dhe për të qenë i pranishëm në aktivitete artistike. Për shembull, është një konkurs, e kam detyrim të brendshëm timin që duhet të jem pjesë se domethënë ç'a bëj pastaj nëse nuk jam pjesë e një konkursi ose një aktiviteti në lidhje me skulpturën. Ato që kam dashur dhe kam pas edhe kënaqësi për t'i bërë janë kthy tashmë në një detyrim thonjza, bërja e mundur e këtyre, bërja e mundur e aksesorëve që lidhen me arkitekturën, që kam hapur një sektor tjetër, një punim druri, një gdhëndje, një diçka që e kam qyt pak si sekondare atë, sepse kohën ta merr tamam ajo, ta merr 100%, por unë nuk dua që t'i jap edhe shpirtin do ta ruaj për pjesën tjetër dhe paralelisht kam futur teknologjinë që edhe këtu unë jam bë designer vet, jam bë, domethënë praktikues vet. Kjo është për te prap asaj timës, po dua t'i bëj, domethënë e ndjej për detyrim që mos detyrohem të iki nga kjo gjëja. Sepse në një periudhë kohës unë u detyrova ika në kuptimin që kisha nevojë për eksperiencë. Mbarova shkollën, më futa me punë. Po prapë u futa në fondëri, thash ta prek njerëz si shkrihet ky bronzi që e di se ma ka thon baba këtu edhe i di të gjitha, thjesht shkova për ta pa vet. Mbarova aty, u futa në një argjendari, punova aty një 4 vjet. Dhe disa dhe objektet që janë këtu në kryeministri janë ato që unë kam punuar kur isha atje. Për t'i prek, pastaj mbas gjithë kësaj gjëje kaluan edhe vitet, thash me vete, po, një sekondë, kthehesha nga puna, hapja atë studion, sigur i kishte ra, domethënë hija e madhe, se thash, po, ti e ke këtu. Shif këtë një çka ke këtu, pastaj dhe jam përqendruar aty. Ideja është që ato që un kam prek aty ta bëj që të funksionoj jo vet, po duhet ta mbaj, në një far forme duhet ta mbaj dhe veten, se s'mund të rri unë gjithmonë, po si është unë e mbyllet, nuk duhet të jetë kështu. Duhem po mundohem që ta integroj sa më shumë, të jetë sa më shumë pjesë vlefshme e gjës konkrete reale të skenës artit, po themi. Po mundohem të hap klasat e artit, që të integroj dhe ti me shoqja, ajo është psikologe klinike, domethënë kam zgjidhur hallu nga psikologjisë klinike. Ti Kështu që
Por megjithatë jo, s'ke zgjidhur gjë sepse bashkëvuajtja jote nuk mund të të bëj ty edhe psikologjinë se nuk e ka distancën e nevojshme. Është shkel me distancë, është vërtet. Edhe po dhe rreziku që të dalësh më rënd se që është evident. Ndërkohë, Kedis tash për ta mbyllë këtë xhiron e tretë dhe të fundit, ti sa do të flasësh, ti flet shumë bukur, shumë mirë etj, po ti nuk e arrin dot ta mbushësh atë minutazh. Aq bukur sa ta mbushësh që t'ja marrësh dhe njëherë shpirtin asaj shoqes tate që ke aty edhe Dhe një pjesë e qetë me që folëm për paqen. Jo, ti do bësh generali nga afoni. Mirë, generali. Ja premtove Risa tha e njove generali Bareshën ke detyrë ta mësosh se nuk e dike. Patjetër. Ti dita këndosh pak Bareshën. Nuk e kam zërin. Nuk dua shpërthej mikrofonat, po këndova. Jo, ta këndosh, do thjesht t'ja kujtosh si melodi me kështu. Dita bësh këto gjë apo? Po ja lë më mirë në dorë profesionistit. Serbët 1 dhe Bareshën 2. Nuk kemi qa diskutoj, mi I madh, bravo. E shumë I madh. Më mirë, do një pyetje për mua, keni ju? Po patët, po s'patët? A bën 2? Ja, 2, janë 3. Unë kam një pyetje. Do më vish në muze? Do të vi. Kjo është pyetja më e thjeshtë për t'ju përgjigjur, do vi, po. Ja, lejtaj më zënë. Çështja Pyetja, a do mish muze? Po, do vi. Okej. Çështja është Ju nuk ka si do vi. çështje. Do të jap diçka që të kam premtuar, po s'e kam E marrë. fillohet me çështjen. Jo, unë nuk do vi për çfarë më këtu. Unë do vi në muze, Okej. shoh muze. Okej. Pastaj aty do flasësh ti se ti Sëri do. ti do ta shtjellosh. Kam gjak ne nga mami Po gjithsesi fole mirë, po fole mirë. Po nuk pati asnjë moment që thash po ky tash sa po zgjatet. Kështu që do vinë muze. Domethënë jam zgjatë. Ti pyetjen do vinë teatër, po më ftosh, do vi. Jo, kam një pyetje Do tjetër. ftosh, po mirë Jo. mos ftoj pak. Jo, ftojmë patjetër, por nuk është pyetja kjo, se di që do na qëndronit pranë patjetër. Pyetja e parë është është sigurt që të jemi pranë. Nëse. jeni pranërnis, e kam parë që na keni mbështetur disa herë, kështu që jam shumë falënderuese. Pyetja e parë është sa mendoni që psikologjia dhe politika mund të qëndrojnë bashkë që populli ta ndjejë një lloj autonomie, të ketë më shumë mendim kritik dhe të jetë më i aftë emocionalisht. Domethënë si e shihni ju popullin dhe çfarë mund të bëjë psikologjia dhe politika bashkë për ta ndihmuar popullin tek kjo çështje. Kurse pyetja e dytë ka të bëjë me artin tuaj, sa mendoni që arti ka qenë pjesë formuese e karakterit tuaj? Dhe do doja që ato vizatime ta kanë një domethënie, se është pyetje psikologjike kjo. E kam deformim profesional që pyes se çfarë domethënie kanë ato që pikërisht tani bëhet. Për pyetjen e parë, unë mendoj që populli, shqiptarët e kanë goxha të zhvilluar mendimin kritik. E kanë të zhvilluar dhe njëherë
si thua, mendimin e parë që ju vjen, shpiritin e kundërshtimit. Flas në nivelin e njerëzve të zakonshëm. Nuk flas për sa i përket strukturës shoqërore. Flas herë për këtë. Shpirtin e kundërshtimit dhe ka një problem, kemi një problem. Unë e kam kuruar me shumë këmbgulje, sepse e kam pas të merr. Ne jemi shumë kritik ndaj suksesit tjetrit. Ne kemi intolerancë të madhe ndaj suksesit tjetrit. Edhe Frejkonisa thoshte shqiptarët falin çdo gjë përveç suksesit. Edhe kam frikë se ka qenë shumë afër të vërtetës, por nuk është plotësisht vërtet. Dhe paaftësia për t'u gëzuar suksesit tjetrit është një mungesë shumë e madhe. Sepse kur nuk ke aftësinë që të gëzohesh nga një sukses që dikush, në çfarë do lloj niveli, nuk ke kapacitetin që të ushqesh, që s'ke kapacitetin të ushqesh me suksesin e tjerëve për të bërë më mirë punën tënde dhe për të pasur më shumë sukses të vetë. Se refuzon ushqimin e mirë dhe ha me shumë pasion ushqimin e keq, që është mohimi edhe kritika e menjëhershme dhe hedhja menjëhershme thojza helmit ndaj diçkaje që është e mirë. Pastaj kur vjen puna e politika, politika ka marrë një hije shumë të keqe për shkak se ja kanë hedhur të gjithë dhe ja kemi hedhur të gjithë hijen e keqe, po ndërkohë politikë bëjmë gjithë. Edhe ti politikë bën këtu. Dhe the që dhe është një quthe që unë shpresoj shumë më ndihmoj që unë të ndikoj pozitivisht për paqe. Kur unë them paqe me këtë, ti nuk thua, ti thua paqe me vendet. Pastaj thua paqe me Sirinisë, së Shqipërisë dhe Kosovës. Po them po të në paqe, po në paqe jam po kështu. Pastaj ç'a bën ti? Po bën politikë. Bën politikë. Pse e bën politikë? Sepse ti mendon, ti gjithashtu mendon që kush po të shef në Kosovë do thot, shishi e rritëm këtë gocë patriote, hiku në Tiranë, se ku shkoj takoj këtë armik, këtë tradhtar, edhe shishi. E mori një qafë dhe gocën tonë, edhe mendoj, këtë dhe ti e bërë për mu, dhe shë me më rujtë mu nga jo, po unë nuk kam problemin nga jo. S'kam mua kur sepse shpesh herë ata që të sulmojnë shërben dhe si konfirmim që bën gjën e duhur. Se i pa sulmuar dhe i pa kritikuar është vetëm ai që s'bën asgjë. Bile, ne kemi dhe gjë tjetër. Aq sa jemi të kursyer në fjalën e mirë për dikë që e bëri një gjë, nuk ka rëndësi. Aq jemi të pakursyer në fjalën e mirë për dikë që s'bën asgjë. Se ka një gjunafi shkret shumë, shumë i mirë. Po, i mirë shumë, i shkret i kështu dhe për çdo të shkret në tojza, ne kemi fjalët më të mira. Për çdo njeri gjallë, ne kemi. Për sa i përket këtyre, nuk e di, nuk është punë, nuk e di, çfarë mund të bëj psikologjia, pastaj duhet lidhesh me të shoqen Besari dhe të gjeroni këtë punë. Po për sa i përket vizatimeve, unë bëj gjithkohë këtë gjë, por nuk është se kam parasysh diçka. Unë nuk e kam mendjen të vizatimeve, kam mendjen të biseda. Edhe Dora ndjek syrin ndjek dorën, ndërkohë që veshët ndjekin bisedën. E keni si përqendrimin, ndoshta. Kur jeni të përqendruar. Me thënë të drejtën, mua e kam bërë këtë gjë kur nuk duroja dot fare
mbledhi qeverisë. Kur Okej. bëra ministër në fillim. Mhm. Nuk i duroj ato, por nuk i përballoj ato. Si Se shkarkim, ishin ato po. letrat tu kaq letra diskutimin 4 orë, 5 orë, po gjëra që unë s'kisha lidhje, edhe gjatë gjithë kohës ato. Si pjesë shkarkimi emocional, ndoshta. Ati Nuk e di, stresi. këto shpjegimin e jepni ju. Unë di që unë vizatoja dhe lehtësohesha, domethënë më kalonte koha më shpejt. Mhm. Dhe po ndërkohë gjëja që unë nuk kuptoja, atëherë ishte që unë gjithsesi bisedën e ndiqja. Mhm. Dhe shumë vite më vonë më ranë dorë një studim i Departamentit Psikologjisë një Universiteti Amerikan, mos gabohem me MIT-s, edhe për njerëzit që vizatojnë gjatë doodling, që zhgaravisin, po themi, gjatë mbledhjeve. Ka shumë njerëz që janë fare artistë dhe rinë bëjnë kuba, bëjnë kuadrate, bëjnë lule. Edhe ata kishin bërë një studim psikologjik. Kërkohet se mbase mund ta gjesh. Dhe dy gjëra që mbeten më në mend ishin që njerëzit që doodling, që zhgaravisin gjatë mbledhjeve, kanë mesatarisht 30% më shumë përqendrim në atë që po flitet se sa ata që rinë shohin njerëzit. Se duhet të të interesoj biseda realisht, të të interesoj tema që ti ta ndjesh tjetrin. Po nuk të interesoj tema. Ti e shef tjetrin, bën kokë kështu dhe në fakt ti e duhet të mendosh që tjetër. Ndërkohë që ti kur bën këtë, syrin e zë me një punë që ndjek dorën, dhe ndërkohë ç'a mendon ti mendon që po thot ai. Pra nuk e ke fare mendjen këtu, e ke mendjen aty. Dhe ndërkohë syri është i zënë. Kurse kur jemi kështu, unë shoh ti flet, unë shoh tiparet, shoh lëvizjen, shoh dhe nuk të dëgjoj në një moment caktuar. Ose nuk e kam mendjen fare këty se kam mendjen te ky për shembull që do t'i kthehem, këti do ta pyes, po ky ndërkohë më shqetëson. E kupton? Ose e kam mendjen diku tjetër fare në shtëpi, edhe jam në mbledhje dhe ri kështu. Domethënë po më dëgjon apo jo? Ku e ke mendjen? Sa herë ndodh kjo? Që ti thosh, "Ore, ku e ke mendjen? Ç'a mendon?" Më fal, ç'a po thosh atë? Kurse një njeri që është duke bërë këtë nuk e kap dot kur pa mendje. Kur vetëm qofse do vetë që ti ikësh fare nga biseda dhe angazhohesh me një mendim tjetër vetë, po jo pa dashje. Kjo është shpjegimi. Tani, çfarë do të thonë këto më shumë, pastaj këto janë kështu dhe kur në fund fare rezultati është një po themi, mua më pëlqen shumë definicioni i Paul Kles që thoshte unë jam abstrakt me disa kujtime. Ti shefësh një pikturë abstrakte, po diku shef një qep zogu, diku shef një profil shtëpie, diku shef një skelet peme, që vinë aty jo për atë që janë, por për atë që duken. Që duken, po. Keni pyetje për mua? Sigurisht. Çfarë pyetje? Unë atë parë shpresoj që të vish në koncertin tim të ardhshëm. Është luaj 4 stin të Vivaldit si solist. Ku është? Është pak larg, është afër Monaco, Monte Carlo. Do më çon Monaco. Unë vi në koncert, është i super unë sap. vi në koncert edhe këtu të thonë që vajtin kazino. Është monto. Kupton sa gjëra ndodhin po të vjen koncertin tat, vajtin kazino. Shkoj të lante parat, shkoj se aty ka i konto. Aty më çoi njëri një të bukur fare. Më çoi njëri një kush më çoi? Bile më çoi Bleni Fevziu. Se Bleni Fevziu përveç punës ti bën edhe këto udhëtimet nëpër botë, edhe bën edhe shef edhe ç'a bëjnë tjerët. E ka edhe këtë. Edhe ishte më çoi një video. Edhe hamon atë. Ashtë ishte ky? Ishte një
person në timon, po s'duke personi, dhe duke I dhënë makinës nga dalë te një vilë në një Staten Island, Green Village, nuk e di, në New York, thoshte kjo është vila e Tiranës. Kjo është vila e Tiranës. Para ca kohësh kishte dalë një vilë tjetër, vila e Tiranës. Tash ti do më bë mua po kaloj te pyetja. Atëherë pyetja është se dua të di çfarë muzike ju pëlqen. Pyetja është, nëse do ishit në një ishull të shkretuar, kush janë 3 kompozitorët, disje që do merrnit me vete? Nëse do isha në ishull të shkretuar, kush janë 3 do merrnin me vete? Po. Domethënë 3 pa të cilët s'do jetoja dot. Që do ju ndihmonin. Të çdo lloj zhanri, sigurisht, jo domosdoshmërisht muzikë klasike. Gustav Mahlerin absolutisht. Stravinskin pa diskutim. Oiseau de feu. Oiseau de feu. Le Sacré du Poton. Génial. J'ai joué avec l'orchestre de la radio. Dhe të tretë pastaj do kaloja të mesha dhe ndonjë nga këta më të afërt. Më të afërtit, do merja Beatlesat sepse po të marrësh Beatlesat I ke marrë të gjithë. Po të marrësh secilin prej tyre, ke lënë plot të tjerë pa marrë. Kështu që do merja Beatlesat janë ca. Para herës sot. Kam pasqendi. Apo ma palindun. Po, janë ca që bënin vizatima për shpella. Gustav Mahlerin, Stravinskin dhe Beatlesat. Edhe mendoj që mëngjesi do ishte me Stravinskin, dita do ishte me Beatlesat dhe darka do ishte me Gustav Mahlerin. Zgjedhje shumë e bukur. Faleminderit për vlerësimin e zgjedhjes. Këta ishin 3 miqt për sot në episodin e 5. Të 3 erdhën nga kanali I vetëftesës flasim@kryeministria.al, flasim@kryeministria.al. Shpresoj që juve u kënaqët, unë për vete për asnjë moment nuk u mërsita.